Dentistët e thonë hapur, janë situatat kur nuk duhet t'i lani dhëmbët. Shpesh dëgjojmë se sa e rëndësishme është që të pastrojnë dhëmbët 2 herë në ditë. Shumica e dentistëve rekomandojnë që të bëni këtë për të shmangur krimin e pllakave, të cilat mund të shkaktojnë prishje të dhëmbëve, sëmundje të mishrave të dhëmbëve dhe erë të keqe të gojës. Sidoqoftë, ekzistojnë disa situata kur nuk duhet i pastroni dhëmbët, sipas doktorit Shahid Monçeiri. Dentisti me bazë në Londër madje ka argumentuar këtë. Dentistët thonë se është vërtet e rëndësishme të mos i lani dhëmbët menjëherë sapo keni shkaktuar edhe një vjedhje të tepërt nga zorrët. Kjo ndodh pasi mund të krijohet aciditet i tepërt dhe të shkaktojë dëmtime të smaltit të dhëmbëve. Pra, kur përmbajtja e stomakut ka hyrë në gojë, atëherë goja është shumë acide dhe mbas të vjellave nuk duhet të lani dhëmbët me furçë. Dentisti gjithashtu ka treguar se nuk duhet t'i lani kurrë dhëmbët sapo keni pirë kafe ose sapo keni ngrënë mëngjesi. Duhet të prisni 30 minuta dhe më pas të bëni një larje si normalisht.